Horoskopi ditor, 2 qershor. Dita kur një sinjal mund të ndryshoj krejt drejtimin e javës. Jo çdo ndryshim vjen me shurmë. Ndonjëherë mjafton një mesazh, një fjalë, një takim i shkurtër, një ndjesi që nuk të largohet nga mendja. 2 qershori mund të jetë një nga ato ditë kur shumë njerëz do të kuptojnë se diçka ka filluar të lëvizë në prapaskenë. Disa shenja mund të marrin një konfirmim që e kanë pritur prej kohësh. Të tjera mund të kuptojnë se rruga ku ndodhen nuk është më ajo që duan të ndjekin. Kjo nuk është ditë për të injoruar shenjat. Sepse ajo që duket e vogël sot mund të bëhet arsyeja pse java merr një drejtim krejt tjetër. Dashi. Një zhvillim që nuk e kishe marrë seriozisht mund të filloj të marrë peshë dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se disa gjëra po afrohen më shpejt nga sa kishe llogaritur. Një moment i vetëm mund të të tregojë se nuk është koha të presësh më shumë informacion, por të përdorësh atë që di tashmë. Në punë, një situatë mund të kërkojë reagim më të shpejtë dhe më pak hezitim. Në marrëdhënie, një reagim i papritur mund të ndryshojë mënyrën si e sheh ditën. Mos e humb energjinë duke menduar për atë që mund të ndodhë nesër. Kjo ditë mund të të shpërblejë nëse fokusohesh tek ajo që po ndodh tani. Nëse arrin të veprosh me vendosmëri, mund të fitosh avantazh të rëndësishëm. Demi. Një situatë që dukej e mbyllur mund të fillojë të japë sinjale të reja dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se disa kapituj nuk kanë përfunduar ende. Një moment i vetëm mund të të tregojë se ajo që e konsideroje pengesë mund të ketë qenë përgatitje për diçka më të mirë. Në punë, një mundësi mund të shfaqet aty ku nuk po shikoje fare. Në marrëdhënie, një afrim ose një sqarim mund të krijojë qetësi që mungonte prej kohësh. Mos e gjyko menjëherë atë që po ndryshon. Kjo ditë mund të të tregojë se disa lëvizje po ndodhin në favorin tënd edhe nëse nuk duken qartë. Nëse arrin të ruash durimin dhe besimin, mund të marrësh një surprizë pozitive. Binjakët. Një komunikim mund të bëhet pika më e rëndësishme e ditës dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se disa përgjigje po afrohen më në fund. Një moment i vetëm mund të të tregojë se një ide që e kishe lënë më njanë meriton vëmendje të re. Në punë, një bisedë ose një propozim mund të hapë një mundësi që nuk ishte në plan. Në marrëdhënie, një mesazh mund të ndryshojë krejt mënyrën si e sheh një situatë. Mos u shpërnda në shumë drejtime njëkohësisht. Kjo ditë mund të të shpërblejë nëse fokusohesh tek ajo që ka vlerë reale. Nëse arrin të dëgjosh me kujdes atë që po të tregohet, mund të kuptosh diçka që të tjerët nuk e shohin ende. Daforia. Një ndjesi që e ke pasur prej disa ditësh mund të bëhet shumë më e qartë dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se intuita jote po të çon në drejtimin e duhur. Një moment emocional mund të të tregojë se një situatë nuk është aq e ndërlikuar sa dukej. Në punë, një zhvillim i vogël mund të ndryshojë mënyrën si e sheh pjesën tjetër të javës. Në marrëdhënie, një reagim ose një heshtje mund të ketë kuptim më të madh se zakonisht. Mos kërko të gjesh përgjigje për çdo detaj. Kjo ditë mund të të mësojë se ndonjëherë e vërteta kuptohet më shumë me zemër se sa me logjikë. Nëse arrin të dëgjosh veten, mund të fitosh qartësi shumë të rëndësishme. Luani. Një gjë që e kishe konsideruar të sigurt mund të fillojë të ndryshojë formë dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se jo çdo mundësi vjen në mënyrën që pret. Një moment i vetëm mund të të tregojë se një rrugë e re po hapet pikërisht aty ku nuk po shikoje. Në punë, një zhvillim mund të të vendosë në qendër të vëmendjes dhe të të japë mundësinë të tregosh vlerën tënde. Në marrëdhënie, një reagim i papritur mund të zbulojë ndjenja që nuk janë shprehur më parë. Mos kërko të kontrollosh çdo rezultat. Kjo ditë mund të të shpërblejë nëse lë hapësirë për të papriturën. Nëse arrin të veprosh me qetësi dhe vetbesim, mund të fitosh më shumë se sa kishe planifikuar. Virgjëresha. Një detaj që dukej pa rëndësi mund të kthehet në çelësinë që të ndihmon të kuptosh një situatë shumë më mirë. Kjo mund të të bëjë të kuptosh se disa përgjigje nuk fshihen në gjërat e mëdha, por në ato që kalojnë pa u vënë re. Në punë, një ndryshim i vogël mund të krijojë avantazh të rëndësishëm në ditët që vijnë.
Në marrëdhënie, një bisedë e sinqert mund të sjellë qartësi që mungonte prej kohësh. Mos e humb energjinë duke analizuar çdo mundësi. Kjo ditë mund të të mësoj se veprimi në kohën e duhur vlen më shumë se pritja e pafundme. Nëse arrin të besosh më shumë tek ajo që sheh dhe jo vetëm tek ajo që mendon, mund të përfitosh shumë. Peshorja. Një situatë që dukej në ekuilibër mund të fillojë të kërkojë një zgjedhje më të qartë dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se disa vendime nuk mund të shtyhen më. Një moment i vetëm mund të të tregojë se ajo që po shmang prej kohësh është pikërisht ajo që duhet përballuar. Në punë, një zhvillim mund të të japë një perspektivë krejt tjetër për atë që po ndërton. Në marrëdhënie, një reagim i sinqert mund të ndryshojë mënyrën si e sheh ditën. Mos sakrifiko dëshirat e tua vetëm për të ruajtur qetësinë përreth. Kjo ditë mund të të shpërblejë nëse je i qartë me veten. Nëse arrin të zgjedhësh pa frikë, mund të ndjesh një çlirim të madh. Akrepi. Një e vërtetë që ka qëndruar në hije mund të afrohet më shumë drejt sipërfaqes dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se disa gjëra nuk mund të fshihen më. Një moment i vetëm mund të të tregojë se një situatë ka qenë duke ndryshuar prej kohësh pa e vënë re. Në punë, një informacion ose një zhvillim i papritur mund të të japë avantazh nëse arrin ta kuptosh në kohë. Në marrëdhënie, një bisedë mund të hapë një kapitull krejt të ri. Mos vepro vetëm nga emocionet e momentit. Kjo ditë mund të të tregojë se forca më e madhe që ke është aftësia për të parë përtej asaj që duket. Nëse arrin të ruash qetësinë, mund të kuptosh shumë më tepër se të tjerët. Shigjetari. Një mundësi që dukej e largët mund të afrohet shumë më shpejt nga sa kishe menduar dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se disa gjëra po ndryshojnë ritëm. Një moment i vetëm mund të të tregojë se nuk është më koha për të pritur momentin perfekt. Në punë, një zhvillim i papritur mund të hapë një derë që nuk e kishe marrë seriozisht deri tani. Në marrëdhënie, një afrim ose një bisedë e sinqert mund të ndryshojë krejt mënyrën si e sheh një situatë. Mos e humb energjinë duke menduar pafundësisht për atë që mund të ndodhë. Kjo ditë mund të të shpërblejë nëse vepron me më shumë besim. Nëse arrin të kapësh mundësinë në momentin e duhur, mund të fitosh një avantazh që do të vazhdojë edhe në ditët në vijim. Britsjapi. Një situatë që e kishe organizuar me kujdes mund të kërkojë një qasje më fleksibël dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se jo çdo plan duhet ndjekur fjalë për fjalë. Një moment i vetëm mund të të tregojë se ndryshimi nuk është domosdoshmërisht humbje. Në punë, një zhvillim mund të të ndihmojë të kuptosh se cilat prioritete kanë më shumë rëndësi tani. Në marrëdhënie, një reagim i qetë mund të sjellë më shumë rezultat se sa një diskutim i gjatë. Mos e vendos gjithë barën mbi veten. Kjo ditë mund të të tregojë se disa gjëra ecin më mirë kur u jep më shumë hapësirë. Nëse arrin të mos rezistosh ndaj asaj që po ndryshon, mund të fitosh qetësi dhe siguri më të madhe. Ujori. Një ide që të vjen papritur mund të ndryshojë krejt mënyrën si e sheh një situatë dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se disa përgjigje kanë qenë përpara syve të tu. Një moment reflektimi mund të të tregojë se nuk të mungon zgjidhja, por vetëm vendimi për ta ndjekur atë. Në punë, një mendim ndryshe nga të tjerët mund të kthehet në avantazhin tënd më të madh. Në marrëdhënie, një komunikim i papritur mund të krijojë një afrim që nuk e kishe imagjinuar. Mos kërko miratim nga të gjithë përpara se të veprosh. Kjo ditë mund të të shpërblejë nëse beson më shumë tek mënyra jote e të menduarit. Nëse arrin të mos dyshosh tek vetja, mund të hapësh një drejtim krejt të ri. Peshqit. Një ndjenjë që e kishe lënë në heshtje mund të bëhet shumë më e qartë dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se disa përgjigje po afrohen më në fund. Një moment emocional mund të të tregojë se ajo që po kërkon nuk është aq larg sa mendon. Në punë, një zhvillim mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë drejtimin që duhet ndjekur gjatë javës. Në marrëdhënie, një reagim ose një afrim i vogël mund të zbulojë emocione që nuk janë shprehur më parë. Mos kërko logjik për çdo ndjesi që ke. Kjo ditë mund të të tregojë se intuita është udhërrëfyesi yt më i fortë. Nëse arrin të dëgjosh atë që po ndjen dhe të mos largohesh prej saj, mund të fitosh qartësi të rëndësishme.
Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën sinjali nëse mendon se kjo energji lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.